Do të flasim për votën e diasporës, kam në një lidhje me Skype Anila Hykën nga Franca. Zonja Hyka, ju përshëndes. Përshëndetje. Gjithashtu është edhe zoti Naim Hasani nga Londra. Zoti Hasani, përshëndetje edhe ju. Përshëndetje dhe faleminderit. Zonja Hyka, si ka shkuar procesi deri më tani në Francë? Keni dijeni sa i përket procesit votimit? Për sa i përket dorëzimit edhe marrjes votave, ne s'kemi patur ndonjë konstatim, përveç në një rastit veçantë ku DHL-ja nuk ka qenë shumë korrekt, kanë premtuar që do vinë, pra domethënë njerëzit kanë pritur në shtëpi për t'u dorëzuar zarfi, por raste shumë të rralla dhe nuk kanë arritur domethënë të vinë. Kjo është pastaj këshilla që i kemi dhënë, është një variant është të shkojnë ta marrin te pika më e afërt e DHL-s. E kuptoj, po në Londër ka pasur parregullsi apo ka ecur në mënyrë të mirë procesi, zoti Hasani? Faktikisht qytetarët që janë regjistruar për të votuar në zgjedhjet parlamentare të 11 majit mezi kanë pritur të marrin zarfet e tyre nga DHL dhe kanë votuar masivisht ata që kanë marrë të zarf, por ka pasur raste ku një pjesë e qytetarëve ndoshta nuk kanë ndodhur në shtëpi ose DHL nuk është paraqitur për t'u dhënë zarfin me fletën e tyre të votimit dhe ju është dashur të kontaktojnë DHL dhe në disa raste kanë shkuar ta marrin postën, siç e tha dhe zonja nga Franca, ose në raste tjera kanë bërë redirection, kanë marrë ose njëjtën adresë ose një adresë tjetër dhe kanë votuar dhe pastaj e kanë kthyer votën zarfin me fletën e votimit në qendrën më të afërm të DHL ose ajo është marrë direkt nga shtëpia. Kështu që në përgjithësi procesi ka ecur mirë, por ka pasur raste që qytetarë të ndryshëm, të cilët nuk janë të familiarizuar shumë me këtë proces, janë detyruar të ecin me pika të ndryshme të qytete të ndryshme të Britanisë dhe të shikojnë pikën e përshtatshme ku ata duhet dorëzojnë letrën, zarfin me fletën e votimit, duke thënë se pikat ndryshme i kanë thënë që nuk është nuk është ashtu dhe janë sjellur më në fund kanë gjetë vendin e duhur për të depozituar zarfin me fletën e votimit, por ka padyshim një dëshirë çdo emigranti që është regjistruar për të votuar që vota atyre të mrinë në Shqipëri para 11 majit. Zonja Hyka, ka ndonjë organizëm i cili është duke parë se çfarë parregullësish mund të ketë për shembull në Francë, po pastaj edhe për në Londër, sepse kemi raste të cilat denoncohen nëpër media sociale sa i përket zarfeve të hapura, zarfeve në kutinë e votimit, zarfe të cilët nuk jepen në dorë. Do të dokumentohen të gjitha këto raste apo janë thjesht raste sporadike dhe nuk janë dokumentuar? Unë do dalë për te faktikisht Francës, sepse duke qenë antare e Këshillit Koordinues të Diasporës, ne si këshill jemi të mobilizuar dhe flasim për shumë, nuk kemi patur raste ku na janë njoftuar nga Greqia, kanë pasur më shumë problem tek dorëzimi i DHL-s apo i operatorit që DHL-ja ka përdorur në disa raste në disa ishuj. Lidhur me dokumentimin, përveç Këshillit Koordinues ka dhe organizata të tjera të cilat po e ndjekin me vëmendje dhe po përpiqen t'i asistojnë dhe t'i ndihmojnë shqiptarët kur kanë pyetje apo kanë probleme të ndryshme direkt. Lidhur me dokumentimin, ne çdo informacion që na vjen, orientimi është që të kontaktohet përmes platformës PER, si e vetmja platformë ku ti mund të regjistrosh, pra ku mund të identifikohen problemet individuale. Pse them këtë dhe këtë kemi qenë në kontakt, unë kam qenë në kontakt vazhdueshëm qoftë me komisionerin, po edhe me drejtoreshën dhe me grupin që punon direkt për votën e diasporës, sepse qofse ne si organizata marrim informacionin nga individ të ndryshëm, ne e konstatojmë si fenomen dhe përpiqemi t'ia transmetojmë KQZ-s, por nuk kemi të drejtë që të fillosh të regjistrosh të gjitha ata që nuk ju ka ardhur vota, sepse që ti regjistrosh do t'i marrësh emrin, mbiemrin, numrin personal, adresën dhe këto janë të dhëna personale që faktikisht KQZ-ja duhet t'i vërtetoj vetëm përmes platformës elektronike. Atë që kanë bërë KQZ-ja është që në platformë është përmirësuar dhe më tej pjesa e suportit, pra
kushdo dhe me këtë rast po përfitoj faktikisht që kushdo që na ndjek nëpërmjet këtij kanali të jetë të vëmendshëm që nëse ka çfarë do lloj problemi që kanë dhe konstatimi, mjafton të futen në konton e tyre të Perit dhe atje kanë disa opsione ku jepen me detaje të njoftojnë çfarë problemi kanë. Pse e them këtë? Sepse është e vetmja platformë ku KQZ-ja verifikon që personi që po ankohet është vërtet ai. Më thonë sepse ka ato format e verifikimit. Dhe e dyta është që zarfi i votës, pra zarfi i DL-s, është i gjurmueshëm. Pra edhe zarfi që shkon tek votuesi ka logimin edhe KQZ-ja e ndjek në real time, domethënë në kohë të vazhdueshme dhe mund ta identifikojë ku është zarfi, por edhe zarfi i kthimit, sepse ka pasur disa njoftime, hipoteza ose si thua njerëz që kanë thënë që kam shkuar me marr zarfin, sidomos në Greqi, dhe na kanë thënë që është dorëzuar. Pra, kjo do të thotë që ose ata kur kanë bërë regjistrimin dhe fatkeqësisht ka qenë një fenomen masiv në Greqi ku janë ngritur qendra për regjistrimin e votuesve dhe kjo mund të ketë shkaktuar që adresat ku zarfet janë dhënë në Perë nuk kanë qenë adresat e personave që duhet ju vinte në shtëpi. Hipotetike është kjo. Prandaj unë them që çdo votues duhet të futet në Perë. Dhe e dyta, nëse dikush tjetër ka votuar për ata, zarfi do verifikohet, domethënë nga ka ardhur. Avokat, duke dëgjuar këto problematika, ekziston mundësia e manipulimit votës diasporës? Faktikisht një tematike veçantë që do të trajtoja për sa i përket Britanisë është edhe ajo që e kanë publikuar në shumë media në Shqipëri, faktin e fotografimit të votës dhe bërjes publike të votës, domethënë mënyrën se si kanë votuar qytetarët në Britani, dhe në këtë rast duhet të bëj edhe një thirrje qytetarëve shqiptar që jetojnë tonë në Britani që mos të bëjnë një vepër të tillë për arsye sepse ajo është vepër me fill kriminale dhe vota është private dhe personale. Por në përgjithësi nuk besoj se ekziston një farë mënyrë mundësia manipulimit të votës nga Vjen, por nuk e di se cili do të jetë procesi eksakt i numërimit, i ruajtjes dhe numërimit dhe alokimit të votave për çdo kandidat në Komisionin Qendror Zgjedhjeve dhe në Shqipëri, në mënyrë që kjo votë e qytetarëve shqiptar kado që po vjen dhe besoj që me sa duket është masive, të vi, të numërohet drejt dhe të shkojë çdo kandidatit absolutisht të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve me aq fuqi dhe votë dhe vullnet që ka diaspora. Në përgjithësi kam kontaktuar me shumë qytetarë shqiptar dhe ata janë të kënaqur që po marrin zarfin, shumë njerëzve ju ka ardhur, shumë prej tyre presin për të ardhur, disa nga ata ka që presin nga DHL-s nuk kanë qenë në shtëpi dhe presin t'jau sjellin prapë për 2 herë tek shtëpia dhe ta vonojnë DHL-s duke vonuar më shumë se një javë për t'ia sjellur mbrapsht në mënyrë që të votojnë dhe kjo faktikisht sjell një ankth në qytetarët shqiptar sepse ata mezi presin që vota atyre ata ta japin votën, ta fusin në postë, shkojnë në Shqipëri dhe të numërohet aty ku duan. E qartë. Zonja Hyka, cili është afati i fundit që mund votojnë shqiptarët në diasporë? Afati i fundit është deri dhe 2 ditë, 3 ditë përpara ditës së votimit, duke patur parasysh që DL-ja ka dhe vonesat e veta. Pra, ajo që është kryesorja është që njerëzit tashmë dhe ata që presin zarfin t'ju vi, ta bëjnë ta gjejnë zgjidhjen e tyre, pra ta kenë bërë mendimin, të jenë njohur me fletën e votimit sepse i gjejnë online dhe nëse kanë mundësinë, ata edhe në momentin që ju vjen zarfi, po ta din, domethënë po ta kenë të qartë se këto zgjedhin, mund t'ja dorëzojnë me njëherë personit që ja u sjell zarfin, mund t'i thonë prisni 2 minuta, e hap zarfin, sepse është shumë e thjeshtë procedura, vend kryqin aty ku duhet, mbyll të dyja zarfet, e vend te zarfi i DHL-s, që është brenda zarfit të Pakos. Edhe ja dorëzon direkt, domethënë postierit, domethënë mund ta bëj dorëzimin dhe brenda çastit në momentin që e merr votën nëse e ka domethënë urgjente. Ideja është të udhëzimet janë që vota të dërgohet brenda 3 ditëve përpara domethënë pas marrjes së zarfit. Lidhur me manipulimin, sepse dua ta kompletoj atë që por mund të dërgohet 3 ditë, pra do të votohet deri më datë 11 nga diaspora, apo ka një afat që mund të votohet më herët, apo mund të shkojë dhe votimi më pas? Pra, me datë 11, ne që jetojmë këtu, shkojmë në qendrat e votimit. Diaspora kur voton?
Në qoftë se linë për datën 11, rrezikojnë që kjo votë mos i numërohet, sepse DHL-ja merr të paktën nga 2 deri në varet nga cili shtet, po merr në 2-3 ditë. Dhe sidomos që si thua data 11 është e diel. Pra është shumë e rëndësishme që zarfi të jetë në dorëzim të KQZ-s brenda orës 19 të datës 11. Dhe njerëzit duhet të jenë të ndërgjegjshëm për këtë që ta dorëzojnë të paktën ta dorëzojnë disa ditë përpara që zarfi i tyre të përfshihet në votime. Ndërsa lidhur me numërimin, ajo është shumë e siguruar, sepse procesi është i tillë që fakti që vota futet në 2 zarfe, pra në zarfin A dhe në zarfin B, në momentin që arrit vota në KQZ, dhe ne e dim tash sepse kjo shifër ka arritur numrin 60.000 nëse në mos gaboj të votave që kanë pritur në KQZ, dhe është një shifër shumë e mirë dhe një progres shumë i mirë. Do me thonë ata në çast, mbasi verifikojnë cili votues e ka sjell zarfi, pra është ai skaneri që identifikon, regjistrohet në sistem dhe zarfi A futet, mbasi ndahet zarfi A nga zarfi B, zarfi A që është i mbyllur futet në qarkun që kjo vot i takon. Dhe në këto momente kjo siguron dhe anonimitetin, pra kushdo që pretendon që ka frikë për votën, anonimiteti është 100% i sigurt dhe ne kemi pas edhe feedback nga Kosova që kanë konsideruar votën e Shqipërisë shumë më të sigurt dhe më të mirë se sa ajo që bëhet në Kosovë. E qartë. Avokat, po, do të rikthehemi sërish. Avokat, si e sheh, sa ndikim do të mund të ketë në konstituimin e parlamentit të ri vota diasporës? Faktikisht duke parë se 250.000 qytetarë shqiptarë në mbar votën janë regjistruar për të votuar, fakti që deri tani kanë mbritur vetëm 60.000 fletë votimi të plotësuara nga qytetarë shqiptarë tregon ose që qytetarë shqiptarë po vonohen në kthimin e zarfave, ose ajo që është shqetësuese për mua është nëse KQZ, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri, i ka nisur gjitha zarfet, gjithë tyre qytetarëve mbar botën në afatin e brenda afateve të duhura, në mënyrë të japi kohë të mjaftueshme qytetarëve shqiptarë kudo që janë, ta hedhin votën e tyre, ta bëjnë zarfin gati, ta çojnë në zyrat e DHL ose vinë t'ia marrin te shtëpia dhe të ndrrinë në Shqipëri. Ajo që duhet faktikisht kisha dashur të dija që nëse KQZ i ka dërguar gjithë qytetarëve shqiptar që janë regjistruar për të votuar fletët e votimit, sepse koha është e shkurtër tashmë, data 11 po afron, dhe besoj çdo qytetar që është regjistruar për të votuar, ka dëshirë për të votuar dhe 250.000 vota janë absolutisht të mjaftueshme për të ndikuar ndjeshëm në rezultatin e zgjedhjeve në Shqipëri. Prandaj besoj që vota e diasporës është shumë e rëndësishme dhe nëse qoftë nuk bën ndryshime, të paktën do influencojë që të ketë përfaqësues të diasporës në parlamentin e ardhshëm të Shqipërisë pas 11 majit. E qartë, zonja Hyka, një pyetje të fundit, po a prisni që të votoni të 245.000 të regjistruarit? Besoj se po, sepse kur shikon ritmin dhe nuk jam plotësisht dakord me avokatin kur thotë që është shqetësuese, sepse mua sapo më ka ardhur një lajm i fundit nga KQZ-ja, ku thotë votat të kthyer janë rreth 70.000 dhe vetëm sot kanë mbritur 12.000 fleta votimi, ndërsa dje 21.000. Pra kjo tregon që ritmi i votuesve nga jashtë është goxha i mirë, sepse kemi akoma, sot jemi data 26, dhe besoj që deri në datën 11 do mbrin pothuajse gjithë zarfet dhe shpresoj vërtet që ta kaloj mbi 200.000 votues. E qartë, zonja Hyka, faleminderit. Zoti Hasani, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit edhe juve.